Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i quajmë selavat e selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, në shpjegimet tona të nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto trajtime të cilat po i bëjmë me ngjarjen që ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri më tani kryesisht kanë qenë burra. Vetëm një rast ka qenë grua, ajo që i ka dhuru gjyben pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kurse raste tjera të gjitha deri më tani kanë qenë se ka ardhur një burr. Për arsye se zakonisht njerëzit të cilët e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz të pjekur, pra burra që kishin përvojë jete edhe pyesnin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me rrethana të ndryshme. Në këtë rastin ton të sodit, pra në ngjarjen ton erdhi një njeri, nuk është burr, po është një djalë i ri, një djalosh. Ja'a fata, ka ardhur në hadith, ose ja'a shabun Gulamun, disa transmetime që përkthimi i tij është një djalë i ri, një djalosh, pra jo burr, jo i pjekur, po një djalë i ri i cili pra me entuziazëm edhe me emocione zakonisht e keni parasysh se trit vendimet i marrin pak ma me nxitim se sa burri i pjekun edhe i rrym, i cili ka përvojë të jetës e kështu me radhë. Edhe ky i riu i ditës së sodit që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka pyet për ndonjë çështje namazit apo të fesë apo diçka direkte që ka të bëjë me ndonjë praktik të islamit në përgjithësi, por ai erdhi me pyet një pyetje shumë drejt për drejt, shumë ashiqare, një pyetje ndoshta që edhe sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka befasuar dhe i ka trondit nga kjo guxim edhe nga kjo qasje që e ka bë ky i ri. Edhe faktikisht pikërisht nga kjo ngjarje zbulojmë edhe një nga momentet më të bukura të edukimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj njerëzve në përgjithësi edhe ndaj këtij të riu në veçanti. Për arsye se kjo ngjarje na mëson vëllezër të nderuar çysh mi trajtu njerëzit, çysh udhëzohen zemrat e njerëzve dhe qysh i shëron dëshirat dhe epshet, me thonë kushtimisht, të njerëzve në përgjithësi. Pra, ngjarja jonë e sodit, ashtu që e keni parasysh, fillon me erdhi një djalosh i ri, një djalë i ri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a ma lejon zinon?" Pra kjo ka qenë pyetja. A ma lejon zinon? Zinaja e keni parasysh të gjithë çfarë është për qëllim, pra prostitucioni me pas raport intim jashtëligjshëm, jo me gruan tonë, po me vajza dhe femra tuaja. Pyetja ishte sinqert, pra nuk është që ky i ri ka mujt mos me bë këtë pyetje edhe me praktiku këtë fshehurazi. Ndoshta ashtu si e bëjnë ndoshta disa njerëz apo shumë njerëz, madje edhe musliman. Po ky ka qenë i sinqert në zemrën e tij edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë që ta lejoma, se çtu s'po muj me bë sabër, domthon çat kontekst. Edhe sahabët reaguan me një herë. Për ta ishte e pa imagjinueshme që me ardh dikush para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe me pyet ashiqare, lejoma një gjunah të madh, një mëkat të madh, bëma domthon lejoma me praktiku. Prandaj i tronditi shumë. Edhe ka prej tyre që u zemrun, ka prej tyre që edhe e qortun ashiqare, ka transmetime që i kanë thonë uskut, hesht, qysh po t'je marrëm në një formë me thonë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë. Mirë po, çka ndodhi? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtu vërehet ajo madhështia e edukimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo që vërtet ka qenë rahmet, mëshirë për këtë njerëzit. As nuk u zemru, as nuk e ka marrë pyetjen si provokim. Para mendoj tash në çet rast, në kohën tonë, edhe dikush me shtru këtë pyetje para njerëzve, çysh do të ishte reagimi jonë?
do të zemroheshim me njëherë, do të reagoheshim ashpër. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e bëri këtë, as nuk e poshtroi, as nuk e çortoi, as nuk e përzuri. Ka mujtë edhe mi thonë me përzane, që shtojnë gjuhën e popull me bahor, po me gjithate, ai e pa situatën ndryshe. Ai e pa se një zemër që kërkon përgjigje, e jo një njeri që po e sfidon fen, apo po don me bë diçka jashtë fesë. Prandaj, çka bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i foli direkt aty ku është, mi u përgjigj, ndoshta edhe për shkak të zhurmës edhe ai situatës që u kthy, po ka thonë afrojeni, thuj le të vje më afër. Edhe është afru ky njeri, ky djalë i ri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju ka ul afër. Edhe sahabët në atë tronditje dhe në atë reagim të ashpër, ndoshta kanë ngritë edhe zanin, duke qortu hesht, kur e pan çfarë po bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ajo tronditje u kthy në kurreshtje. Çka kam i thon tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij njeri. Edhe prandaj edhe ata heshtën, edhe filluan me dëgju, edhe me ul me këshyr çka po i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë përgjigje. Edhe ky djali i ri u afroi te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, pra u ul, atmosfera ndryshoi, do thot, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk filloi çështa me kërcënime apo me ashpërsi, po filloi me dialogu me ndërgjegjen e këtij njeri, me zemrën e mbrëmshme e këtij njeri. Edhe filloi me pyet. Ka thonë, o djali i ri, thot, këta që po më pyet ti mu, edhe po kërkon faktikisht me ta legalizu, me ta leju, thot, a do të doje që dikush ta bënte këtë me nanën tone. Fjale e thjesht, ashiqora, a kishe pas qef që të punë që pe lyp ti me ba, dikush me ba me nanën tone, atëherë ky i ri, prap i sinqert edhe i qiltër, nalët në këtë pyetje, edhe menon, edhe reagon, thot, jo i dërguar i Zotit, pasha Allahun, s'kam qef këta. Tu basha kurban ty, s'kam qef kjo mi ndodh nanës seme. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka thot edhe njerëzit tjerë nuk duan kjo mi ndodh nanave të tyre. Pra ti që ndoshta që po e lyp këtë legalizim, ajo mundet me kanë nanë e dikujt. E s'kan qef njerëzit, qashtu gjysh s'ki qef ti. Apo e shihni se çfarë edukimi edhe çfarë qasje pi fol ndërgjegjes tina. Edhe pastaj ja shtron pyetjen tjetër, thot, a do ta doje këtë vajzës tane, çikës tane, a kishe pas qef me bë këtë punë? Prap ai njëjti reagim, thot, për Zotin, jo i dërguar i Zotit, tu basha kurban ty kur s'kisha pas qef kjo mi ndodh vajzës time. I qiltëra, i sinqert me veten e tij. Thot, as njerëzit tjerë nuk e duan këtë për vajzat e tyre. Prap e pyet për motrën, thot, a kishe pas qef që këtë me ba dikush me motrën tane? Prap reagon, edhe thot, njëjtin formë i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa transmetime përmendet edhe për hallën edhe për tezën, njëjta formë edhe njëjta përgjigje këtij djalit të ri që s'kam qef, s'kisha pas qef. Edhe në atë moment filloi diçka me ndryshu në zemrën e këtij djalit të ri, domthonë me mendu tash pak më ndryshe. Kur ka ardhur në fillim, ka mendu nga perspektiva e tina, që e ka joshje, dëshirë, edhe ka kërku pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me liru. Tash perspektiva e ka kthyer pak më gjën. Domthonë nana, vajza, motra, a kishef edhe ka fillu tash me e gjyku aspektin, jo vetëm nga aspekti dëshirës, po pasojave që bjen kjo punë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra i dha këtij njeri, pra këtij djalit të ri një pasqyrë morale, edhe ky e pa veten e vet se ku është ura, çka është u bë, domethënë është duke bë diçka me nanën e dikujt, me vajzën e dikujt, me motrën e dikujt, prandaj edhe ky e ka fillu me shiku situatën pak ndryshe. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e merr dorën e djathtë të tij në gjoksin e këtij triu edhe bën dua. Thot Allahumma tahhir qalba waghfir dhanba wa hassin farja.
që nëse përkthejmë shqip, pra ka bë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka qit gjoksin në dorën në gjoksin e këtij triu, ka thënë o Zot, o Allah, pastroja zemrën këtij djali. Waghfir dham, falja gjinahet edhe ruja nderin e tij, do thot bëne do thot moral shumë. Largoja prej këtina këto vese dhe këto veprime. Edhe çka ndodhi, po thot ky djalë, po pas kësaj dite nuk kishte në jetën tem ndonjë vepër, ndonjë punë që e kum urrejt më shumë se sa zinaja. Domthon qysh ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe qysh po del. Ka ardhur nga dëshira dhe nga insistimi, ka lype pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mja leju edhe mas kësaj ngjarjeje, po thot nuk ka punë që mas shumë të e kum urrejt mas kësaj se sa zinaja. Domthon jo me përmend, jo o kry do thot kjo punë. Pra një bisedë e shkurtër, disa pyetje të mençura që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka rrok në ndërgjegjen e tij, edhe një lutje sinqerte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe një zemër po e shohim o transformu nga një zemër që kishte dëshirë këtë mëkat në një zemër që ishte u bë që ajo vepër me qenë ma e keqja, ma e urrejtura në zemrën e këtij djali. Prandaj vëllezër të nderuar, nga kjo jetë apo nga kjo ngjarje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm një tregim, një ngjarje që na e përmendim, po vërtet është një shkollë e fortë e edukimit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka aplikuar në pak minuta dhe është mësim për të gjithë neve. Është pedagogji në vetveten e tij. Prandaj pa humbur kohën, vetëm po duam i nxjerr disa pika të rëndësishme. E para, urtësia se si e ka trajtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam situatën e posaçërisht me këta trinjet, që me pas parasysh edhe na. Pra e shohim reagimin e sahabëve që deri dikum është e logjikshme dhe është arsyeshme, se me dal para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me lyp një gjunah me ta leju, nuk është punë e vogël. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e menaxhoi, domethënë nuk ju kundërvy kësaj rrethane me ashpërsi, po e menaxhoi pra me butësi edhe me i fol logjikës e ndërgjegjës se këtij djali. E kjo është shumë e rëndësishme me pas parasysh edhe na në jetën tonë përditshme, me fëmijët tanë, me trinjet, mos me apliku aspektin e rigorizimit ashpërsisë, po me nal edhe me diskutu edhe me shpjegu qartë, për arsye se kur ti folsh zemrës ti, atëherë ai fillon edhe me logjiku edhe me analizu situatën edhe rrethanën. Tjetra, dëshira vëllezër të nderuar, edhe epshi njerit nuk mposhtet me ndalim. Domethënë na shpesh thonë kjo punë është haram, do të mu largu sene, po nuk është e mjaftueshme. Se duhet para kësaj një herë me kuptu njeri arsyen e ndalesës. Nëse këtë e bën, atëherë edhe ndalesa mirët. Për çata dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tregon, është një hadith në Sahihun Buhariu, tregon se në fillim kur ka zbrit Kurani, domethënë e keni parasysh Kurani ka zbrit 23 vite ajet pas ajeti. Në fillim, po thot Aisha, kur kanë zbrit ajetet, nuk kanë zbrit për haramet ose për farzët e haramet e për këto, po ka zbrit për ëmbëlsinë e imanit, për xhenetin, për xhehenemin, për shpërblimin e besimtarëve, që me kuptu mirësinë e Islamit në përgjithësi. Pastaj kanë filluar me zbrit ajetet e ndalesës edhe haram. Po thot Aisha, po të kishin zbritur në fillim, mos pini alkool, që te arabt ka qenë shumë e njohur, ose mos bëni zina, sikurse ky rast, ose mos e atëre shumë prej njerëzve që thonë kur s'kena me lanë. Domethënë reagimi i tyre do të ishte i menjëhershëm. Po kjo forma, prandaj është shumë e rëndësishme që mas pari imani me kon zemër, pastaj rregullat dhe dispozitat. E kena pas është një hoxh, Allah e shpërbleft, shkoj shumë në ders tek ai, i vjetër, është gjallë hala, i smut, e ka pas emrin Adnan Arur, ka qenë pe hoxhallarëve që shumë e kemi vizitu edhe kemi prezentu në ligjëratat e tij. Gjithmonë e kishte një rregull që tash më kujtu, thoshte el iman
qabla al-ahkam. Para se mi u dhon njerëzve, neve na mësoj ke si talebe, si nxënës të dijes, thoj ke para se mi u fol njerëzve për rregullat, folnu për imanin atyne. El-iman qabla al-ahkam. Imani para rregullave edhe harame apo farzeve. Imanin njëherë spjegojna, domthonë ëmbëlsinë që kur të futet imani në zemrat e njerëzve, pastaj edhe rregullat edhe dispozitat mirën, për arsye se besimtari e ka sami'na wa ata'na, ai që e ka arrit nivelin kur e kupton, kur e dëgjon që Allahu e ka bë haram këtë punë, u kryet e kaj. S'ka më diskut. Pse e ka kuptuar madhështinë e Zotit, e ka kuptuar kush është Allahu. E nëse se din kush është Allahu dhe i thotë që Allah e ka ndaluar këtë, nuk i bë përshtypje. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo, posaçërisht që thash pak më herët, tek të rinjit ton, te fëmia, te djali jot, te vajza jote, para se mi bërtit, para se me mundu me asqaru, edhe me fol zemrës e ndërgjegjes se ti apo të saj, pastaj pranohet edhe rregulli edhe dispozita. Dobia tjetër e treta është se po e shohim se si morali islam ndërtohet me drejtësi. Domthonë jo nga një perspektivë, po shikohet kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ki qef për familjen tënde këta, për nanën, për vajzën, për motrën, pra shikohet në tërësi. Edhe prandaj edhe na mësojmë këtë se nuk është besimtar me kuptimin e fjalës ai njeri i cili nuk e don për veten e tij, nuk e don për vllahën e vet atë që e don për veten e tij. Pra mos më ka njeri egoist, veç vet. Po nëse dikujt na nuk i del tamam një diçka, edhe ti e pëlqen ato, largojo asaj, se edhe ti s'ki qef dikush me ta bëj ato. Pra, që kjo do thot perspektiva që duhet me pas parasysh besimtari në përgjithësi, edhe e fundit, që gjithashtu është shumë e rëndësishme, ajo se këtu po nalën pak edhe ju kërkoj që të keni vëmendjen, është shumë e rëndësishme me pas parasysh, për arsye se kjo vërtet na zbret në tokë secilin prej neve, ajo është se si e shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ky i ri serioz, erdhi, do thotë edhe sinqerisht e pyeti këtë pyetje, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përball me të, edhe e bindi faktikisht duke ja shpjeguar, edhe pastaj çka bëri dua. A ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi thon hajde këtu ngat edhe me bë dua te Allahu, o Zot, largoja këtina në zemër. Edhe Allah e kishte pranuar lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e refuzon lutjen të dërguarit, domthonë të zgjedhur njerëzit. A ka mujt? Po se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para kësaj i ka paraprisë sebepet e ka bë. E ka fol ndërgjegjes së tij, e ka afru, e ka bind, e ka argumentu, ja ka shpjegu, pastaj doja. Çka po kuptojmë për kësaj, vëllezër të nderuar, që na shpesh herë në veprat tona pa i ke bë sebepet. A i ke bë sebepet në herë. Prandaj që kjo ndërthurja është shumë e rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Edhe me fëmijët tanë. O Zot, o zoje djali, valla se s'po mgane, pa i ke fol ndonjëherë, a i mundu ndonjëherë, a i ke mundu me afru, a i ke bë sebepet, pastaj mi qu dur të Zoti edhe me lut Allahun e Madhërisëm. Sikur që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shumë është e rëndësishme kjo në edukim, po në jetën tonë përditshëm, se shpesh herë na lypum edhe kem qef me dua edhe me lutje, amo hizmetin me bë sebepet me realizu, këtu jemi shumë të ngecur edhe e lojmë anash edhe nuk jemi të vetëdijshëm që këtë ndërthurje me bë në jetën tonë të përditshme. Sebepet edhe lutja. Nuk është vetëm edhe sebepe me na lutjen, po dyja të shkojnë së bashku. Këtë domthonjë gjithmonë duhet me pas parasysh. Domthonjë i bën sebepet mbështetesh në Allahun e Madhërisëm. Jo vetëm sebepet pa mbështetje, po jo edhe mbështetja pa i bë sebepet në përgjithësi. Lutim Allahun e Madhërisëm me na bën nga ata të cilët vërtet i kuptojmë këto fjalë e janë shëmbëltyr edhe dritë në jetën tonë të përditshme, në qasje me njerëzit në përgjithësi, edhe me familjen tonë, me fëmijët tanë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah i shpërblet.